Si dhe pse ti vizitojnë varret? Vizita e varreve është e pëlqyer në çdo rast. Kjo vizitë ka dobi dhe bëhet sipas rregullave. Në vizitën e varreve ka përkujtim dhe këshillim. Me këtë rast, të gjallët kujtojnë se do të vdesin dhe do t'japin llogari për veprat e tyre. Muhamedi alayhis salam thotë: "U pa të ndaluar t'i vizitoni varrezat. Tani vizitojeni ato, që kjo vizitë t'ju përkujtoj të mirën." Allahu thotë në Kur'an: "Ai krijon të gjallin prej të vdekurit dhe të vdekurin prej të gjallit. Ai e ngjall tokën pas vdekjes së saj, e po ashtu edhe ju do të nxirreni të gjallë prej varrezave." Surja Rum 19. Ti lutemi Allahut për të vdekurit. Muhamedi alayhis salam i ka mësuar shokët e tij që gjatë vizitës së varreve të thonë: "Selamu aleikum, paqja e Allahut qoftë mbi ju, banor të këtij vendi, besimtar e musliman. Ne, nëse do Allahu, pas jush do të vim këtu. I lutemi Allahut për ne dhe për ju të na shpëtojë. Ndalohet të ulurit mbi varre dhe të falurit të drejtyre." Muhamedi alayhis salam thotë: "Mos u falni në drejtim të varreve, e as mos u ulni mbi to." Ndalohet leximi i pjesëve nga Kurani. Muhamedi alayhis salam thotë: "Mos i bëni shtëpitë tuaja varre, nga se shejtani largohet nga shtëpia në të cilën lexohet Surja Bekare." Muhamedi alayhis salam pasi ishte varrosur dikush prej sahabëve ka thënë: "Lutuni Allahut t'ia falë mëkatet të vëllait tuaj dhe kërkoni prej Allahut që ta përforcojë, sepse ai tash pyetet." Ndalohet vënia e kurorës me lule, sepse këtë vepër nuk e ka bërë Muhamedi alayhis salam dhe as shokët e tij. Ndalohet ndërtimi mbi varre dhe zbukurimi i tyre. Transmetohet në hadith të vërtetë se Muhamedi alayhis salam ka ndaluar ngjyrosjen e varreve dhe ndërtimin mbi to. Allahu ne lutim të na falë ne dhe të afërmit tan që kanë ndërruar jetë. Amin.